Dite bukur sot, o paska gu, jam shumë i gëzuar, në haq du me shku. Jam shumë i gëzuar, në haq du me shku. Tani erdi koha që t'nisem atjem, atë vend të bekuar, synim ta shem. Tani erdi koha që t'nisem atjem, atë vend të bekuar, synim ta shem. Vendin më të bukur, unë po shkoj me pa, në qove të bekuar, ta vavdu me ba. Në qove të bekuar, ta vavdu me ba. Kur qkoj në Arafat, për me ba dua, falenderoj. Që një pjesë nga koha juaj dhe dole që në nderoni dhe të ndani gëzimin së bashku me ne në këto momente shumë të gëzuara për të gjithë ne. Sot jemi të buar që të përcjellim në vendet e shenjta për në Mekë dhe në Medine këto haxhiler, misafir të Allahu Xhaleshanuhu, të cilët vendosën që këtë vit t'i përgjigjen thirrjes së Allahu Xhaleshanuhu dhe ta krijen kushtin e 5 të Islamit, haxhin. Agencioni Mekka Medina Gostivar, si organizator teknik i autorizuar nga Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, me disa vite traditë dhe eksperiencë në organizimin e haxhit, edhe këtë vit ka marrë për amanet që t'i udhëheq në vendet e shenjta 70 besimtar të rrethit të Gostivarit. Vëllezër dhe motra, të gjithë ju që keni dalur sot që t'na përcjellni, na keni nderuar, prandaj lutemi Allahu Xhaleshanuhu që t'u shpërblej të gjithëve me të mirat e tij të pakufishme. Të nderuar familjar të haxhilerëve, ju informojmë se për këtij momenti dhe gjatë tërë kohës që do të jemi në haxh, ju do të keni mundësi që në çdo kohë të informoheni nëpërmjet faqes tonë të Facebookit, Agencioni Mekka Medina, për vendodhjen e haxhive, të shikoni foto, video dhe materiale të vizitave dhe të kontaktoni me të afërmit tuaj. Vëllezër dhe motra, haxhit janë misafir të Allahu Xhaleshanuhu dhe për ne është nder dhe kënaqësi të shërbesh misafirëve të Allahu Xhaleshanuhu. Prandaj lutemi Allahu Xhaleshanuhu që na ndihmoj që ta krijmë këtë emanet ashtu siç duhet. Shfrytëzoj rastin të falenderoj të gjithë të pranishmit të cilët kanë ardhur që të përcjellin të afërmit e tyre, të cilët sot nisen për në vendet e shenjta duke lanë baballarët e tyre, vëllezërit e tyre, të afërmit e tyre. Prandaj lutim Allahun Xhaleshanuhu që t'i fal dhe t'i shpërblej me shpërblimit e tij të pakufishme dhe kthim në gjirjen familjar me një haxh të pranuar. Deri në këtë vend dhe të bëjmë vizitën e parë të cilën ne kemi planifikuar gjatë këtij udhëtimi. Sot ndodhemi ne në xhamin e Sultan Ahmedit. Kjo xhami e ka marrë emrin sipas themeluesit të saj, Sultan Ahmed. Kjo xhami njihet edhe me emrin Xhamia e Katërt apo Xhamia e Blu, për shkak të disa elementeve që kanë brenda këtij xhami. Por ajo që është e rëndësishme në këtë xhami, ne do të mundohemi të përmendim në pikat e shkurta. Për ndërtimin e kësaj xhamie e urdhër Sultan Ahmeti kur i kishte 90 vjet. Do të thonë në një moshë shumë të re dha urdhër për ndërtimin e kësaj xhamie. Kjo xhami
ka filluar të ndërtohet në vitin 1609. Dhe ndërtimi i saj zgjati 7 vite. Sultan Ahmeti prej dëshirës së madhe që kjo xhami të krije vepër e tij, të përfundoj sa më shpejt, tregohet se edhe ai vetë, pse ka qenë sultan, disa herë vetë ka marrë pjesë në punimet, në punët që janë bërë gjatë ndërtimit të kësaj xhamie. Por caktimi Allahu Xheleshanu ishte ndryshe, ai nuk pati mundësi ta gëzojë ndërtimin e kësaj xhamie të madhe, pasi një vit pasi përfundoi kjo xhami, ai edhe ndroi jetën, do nuk pati fat më tepër që ta gëzojë këtë vepër të madhe, të cilën pas disa shekuj ju e shihni sot se ka shumë njerëz nga gjitha anët e botës vinë ta vizitojnë këtë xhami, pasi shumë njerëz e vizitojnë me siguri ka ato vlerat e mëdha, të cilën anën tjetër ne kur të dalim përsëri ta shohim është Hagia Sophia, por ajo është muze, nuk shërben më si xhami. Është vetëm si muze. Ajo është prej më të vjetrave, daton prej shekullit 4. Është shumë më e vjetër se kjo dhe në 800 vjet ka shërbyer si xhami kryesore e Istanbulit. Por në kohën e Ataturkit ajo shndrohet në muze dhe sot shërben si muze dhe vizitojnë me mira vizitor nga gjithë bota. Por ajo çka është e rëndësishme, ju e dini se ajo ka qenë një kishë, pastaj muslimanët kur e çlirojnë këtë pjesë të Istanbulit, atë Time me lava, emrin tëm kur suran goja, dritën tëm dhe për herë të barbava, zemra fort filloi të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed. Assalamu alejke ya Rasul Allah, Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah, Assalamu alejke ya Rasul Allah, Assalamu alejke habibi ya Nabi Allah, ya Rasul Allah. Është edhe vizita e xhamisë së Sultan Ejubit, apo të ndryshe kësaj xhamisë në të cilën na tash momentalisht gjendemi. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, para se të vliste, ka një hadith, ta kështu. E keni ta për obligim çdo njeri prej jush pa fjalën time që e keni dëgjuar të delni në botë dhe ta përhapni, ta tregoni. Edhe shumë shok pejgamberit alayhi salatu wassalam e morën këtë si obligim edhe nisen në përbot. Një prej tyre ishte edhe ki Ejub el Ensari, për ndryshe është ashabi pejgamberit alayhi salatu wassalam, do të thonë shoku i pejgamberit, ka jetuar me pejgamberin. Për ndryshe, që jap edhe një informacion tjetër, ki apo në pasurin e këtaj bëhet xhamia e pejgamberit alayhi salatu wassalam, atë xhami të cilën na do ta vizitojmë mbas një 2 ditësh inshallah taala. Do të thonë, është prona e po këtij personi në emër të cilit është ndërtuar kjo xhami. Dikush mund të thotë se çka ka lik ki këtu në atë kohë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në një hadith tjetër thotë kështu: komandanti i cili do ta çliron tot Stambollin dhe ushtria e tij janë të mrekullueshëm, janë të atyre që Zoti i don dhe e duan Zotin. My heart with my beloved, sending blessings on Muhammad. Oh Taiba, your breeze is so blessed. Indeed it brought life back to my spirit. I've left my heart
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Source of life and you're the source of truth. To obey you I strive and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one, your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Cannot see you, and yet my heart believes your miracles surround me, so clear and easy to see. Allah, you are the greatest, and I submit to you. You know my deepest thoughts, you know everything I do, and I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day I say in all my prayers, Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي 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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا Oy Medine, oy Medine, muhtemazem armambine, akan biber Allah, ede uncaben mepan. Oy Medine, muhtemazem
kjo me lot madhje, me lot zimi, për vend shajt po një sultimi. Me I përcjell gjithë pas skandal, po thojnë dje me udhëmon. Lutem والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Falënderim dhe lavdërimi takon Allahu xhalla shanuhu. Salavat të qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë muslimanët të cilët kanë ndjekur dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Haxhiler të nderuar, në pikë pari falënderojmë Allahun xhalla shanuhu që na bëri të mundshme të vim në këto vende të shenjta, që na bëri të mundur që të vizitojmë qytetin e pejgamberit alayhis salam, xhamin e pejgamberit alayhis salam dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij thot: ai që vjen dhe më bën ziaret mua, por nuk ka për qëllim për një jetë diçka tjetër, për një jetë I kryesore ka të mboje ziaret mua, të vizitoj varin tim, pejgamberi alayhis salam thot unë do të jem ndërmjetësuesi I atij njeriu, do ta bëj shefaat atë njeri në ditën e gjykimit. Pra inshallah Allahu xhalla shanuhu na mundson shefaatin e pejgamberit alayhis salam të gjithëve në ditën e gjykimit. Ne sot haxhiler të nderuar ndodhemi në xhamin e pejgamberit alayhis salam dhe jemi pranë varit të pejgamberit alayhis salam, të cilën inshallah pas kësaj ligjërate bashkarisht do ta bëjmë ziaret. Ne sot deshtëm të folim diçka për momentet e fundit të jetës së pejgamberit alayhis salam, para se me him brenda të vizitojmë varin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne dim të gjithë se pejgamberi alayhis salam jetoi 63 vjet. Dhe 23 vjet të jetës së tij I paci I dërguari I Zotit si pejgamber I Allahu xhalla shanuhu, dhe atë kishte një amanet shumë të madh. Ai amanet ishte ta çojë në vend fjalën e Allahu xhalla shanuhu, që fjala e Allahu xhalla shanuhu, Kurani famëlar, të përhapet në gjithë botën dhe besimi la ilaha illallah se nuk ka zot tjetër përveç Allahu xhalla shanuhu. Pejgamberi alayhis salam në Medinë dhe ajo zemrimi apo ajo fatkeqësia më e madhe për ne ishte dita kur pejgamberi alayhis salam u largua nga kjo botë. Por ditën e nesme kur erdhi namazi I sabahut, si udhëheqës I muslimanëve, ishte Hazreti Ebu Bekri, ai duhet të udhëheqë muslimanët në namaz, dhe urdhroi muezinin e tij Bilalin radiallahu anhu që të udhëheqë muslimanët, që të thresë ezanin. Bilali ishte muezini I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hazreti Bilali filloi të thrasë ezanin dhe kur mriti ke fjala Ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, kthei kokën, priste që të dalë pejgamberi alayhis salam, sepse kjo ishte traditë e pejgamberit alayhis salam. Kur fillonte Bilali me ezanin, kur rrinte ke fjala Ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, ai fillonte të dalë prej tokës së tij, që të dalë para xhamatit. Dhe në këtë moment e pa se nuk është më pejgamberi alayhis salam në mesin e tyre. Dhe në këtë moment e ndërprite ezanin, ku mundua për herën e tij, për herën e tretë, dhe nuk mundi ta përfundoj ezanin. Prandaj kërkoi leje prej Ebu Bekrit dhe për të gjithë muslimanëve, ka ulma në xhamin e pejgamberit, pa pejgamberi nuk mund ta thrasë ezanin. Dhe u shpërpul, tregohet se jetën e përfundoi më në Damask në Siri dhe më nuk thiri ezan në Medinë pa pejgamberi alayhis salam. Pra ashabët e patën shumë të rëndë, shumë të vështirë vdekjen e pejgamberit alayhis salam, por megjithatë pejgamberi alayhis salam atëherë kishte lënë një amanet që të vazhdojnë në rrugën e Islamit, dhe këtë amanet e kishin përsipër të gjithë ashabët, të gjithë pejgamberit, ashabët e pejgamberit alayhis salam, pasi pejgamberi alayhis salam thotë juve u lë ti amanetin, u lë Kuranin dhe u lë sunetin tim. Thotë nëse u mbaheni këtyre, asnjëherë nuk do të humbni, asnjëherë nuk do ta humbni rrugën e drejtë. Oj Medine, mal të mal zemër më mbine, a kam yme roha
që janë këta djem me qanta kra, si ti kanë me latu I kja, me lot modhje, me lot zimi, për vend shajt po një sultimi, me I përcil gjithë pas skandal, po thojnë dje me u dhe mar, t'lutem la mos me maru, bandu Allah edhe për mu. Oj Medine, mal të mal zemër më mbine, a kam shikojes muj me ungip, nga gjithë bota besimtar, gjithë të veçun me të bar, kënojmë të lbien me një zan, ushton vendi lebejk Allah. Oj Medine, është filluar betejë e tretë në mes muslimanëve dhe mushrikëve të Mekës. Pas disfatës dhe humbjes të cilën e patën mushrikët e Mekës në Bedër, pastaj humbjen e ditë në Uhud, ato nuk ishin të rahatshëm dhe dëshironin që një herë për gjithmonë ta zhdukin Muhammedin a.s. dhe gjithë ato njerëzit të cilët e kishin pranuar Islamin dhe të cilët e morën për sifër, e morën për emanet që fjalën la ilaha illallah nuk ka zot tjetër përveç Allahut ta përhapin në të gjithë anët e botës. Ne dimë se pejgamberi a.s. kur u shpërngul në Medinë kishte disa fise hebrej, të cilët pejgamberi a.s. I mori në mbrojtjen e tij, bëri një marrëveshje me hebrejt. Marrëveshja ishte që shteti Islam t'u asiguroj lirinë atyre dhe t'u siguroj lirinë e besimit të tyre. Do të thonë, nuk I kushtoi pejgamberi a.s. hebrej që të bëhen musliman. Va garantoj lirinë e fesë dhe lirinë e të jetuarit në Medinë bashkë me muslimanët. Por një kusht e kishin ata. Në qoftë se Muhamedi a.s. dhe muslimanët hinë në luftë, hebrejt e Medinës ishin të obliguar që të luftojnë në anën e muslimanëve. Këtë kusht e kishin. Por hebrejt, ashtu siç na tregon edhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin famëlar, ato asnjëherë nuk e mbajtën fjalën e dhënë, nuk e mbajtën marrëveshjen që kishin me pejgamberin a.s. Njëri prej fisëve, fisi Benu Nadir, të cilët ishin hebrej dhe jetojshin në Medinë, të filluan disa trazira. Trazira e parë e tyre ishte bën një plan për t'i bërë antetat apo vrasje pejgamberit a.s. Dhe përkat ishte I informuar pejgamberi a.s. dhe nuk u realizua plani I tyre, u shkatrua. Dhe përkat kjo, pasi ato e thinë marrëveshjen, Muhamedi a.s. bashkë me muslimanët këtë fis e përzuri jashtë Medinës. Por, ki fis për t'u hakmar muslimanëve dhe vetë pejgamberit a.s. këto mundua njëherë që të fisin një urrejtje, një inat, një hidhrim mes ensarëve dhe muhaxhirëve. Muhaxhirët ishin muslimanët të cilët ishin shpërngul prej Mekës në Medinë, ensarët ishin banorët e Medinës, të cilët I pritën vëllezërit e tyre nga Meka dhe ndajtën gjithçka që kishin, mes vetë ndajtën pasurinë dhe gjithçka që kishin. Ki fis bani plan, bëri një marrëveshje me kurejshët e Mekës dhe thanë se ju nuk e keni të sigurt atë karavanin e tregtisë që ju e bani.
Prandaj ne duhet t'i luftojmë muslimanët dhe këtë problem ta zgjedhëm një herë për gjithmonë. Dhe plani i tyre ishte që mushrikët të vjenë prej Mekës dhe hebrejt të cilët jetojshin vetë brenda në Medinë, të cilët kishin marrëveshje me pejgamberin alayhis salam, edhe këto t'u ndihmojnë mushrikëve dhe në këtë mënyrë të zhdusin Muhamedit alayhis salam se si ta mbrojnë Medinën. Pasi ishte në pyetje vetëm një javë përgatitje, edhe ato me një ushtri të madhe mbi 10.000 ushtarë. Në mesin e pejgamberit alayhis salam ishte prezent edhe Selman Fariziu. Selman Fariziu kishte preardhje prej Perzie, Iranit të sotshëm. Dhe në atë kohë, në Perzi kishin pas një strategji lufte, që kur të bëjnë të një luftë, të hapin të një hendek të madh dhe kështu ushtria armike nuk mund ta kaloj atë hendekun dhe të ndeshet me ushtrinë tjetër. Selman Fariziu e dha këtë propozim, tha ja Resulallah, apo ne të hapim një hendek, se kështu veprojmë në vendin tonë dhe kështu të ta mbrojmë Medinën. Pejgamberi alayhis salam e pranoi këtë propozim. Dhe gjitha sahabët e pranuan këtë propozim, pasi ishte në pyetje vetëm një javë kohë për të përgatitur për këtë betejë për mbrojtjen e këtij qyteti. Në këtë vend nuk ka mbet asnjë gjurmë për asaj që ka ndodhur. Domethënë pejgamberi alayhis salam me ushtrinë vendoset në shpinë pas malin të cilën e pan, dhe përpara, domethënë në këtë pjesë kanë prit ushtrinë armiqe. Muhamedi alayhis salam arrit ngjarje e shkurt rreth zhvillimit të betejës Hendekut dhe historikut të asaj se çka ka ndodhur këtu. Tash vazhdojmë me vizita tjera, inshallah edhe atje do të folim edhe do të mësojmë diçka. Faleminderit. E cila ka një peshë dhe rëndësi të madhe në historinë islame dhe në rrethin e Medinës. Se kjo daton prej kohës së Muhamedit alayhis salatu wassalam. Në këtë vend ka jetuar një fis me emrin Beni Seleme. Dhe o ndërtu që xhami prej kohës së pejgamberit alayhis salatu wassalam për këtë familje që kanë qenë këtu. Dhe kjo është rindërtuar disa herë. Herën e tretë është ndërtuar në kohën e Osmanlive. Kurse herën e fundit, që e shifni që kështu në këtë forë, është ndërtuar në kohën e mretit të Saudis Fehedit në vitin 1988. Në këtë xhami ka ndodhur një ngjarje e rëndësishme me të cilën edhe merr emrin kjo xhami dhe quhet xhamia me di kift. Po pse e ka marrë këtë emër? Pejgamberi alayhis salatu wassalam prej fillimit kur është bo fars namaz, ka qeni obligut të drejtohet ka kiblja. Do thot një kible duhet ta kijesh, një musliman kanë një kible, se ka një zot, ka një libër, dhe o dasht ata të jenë me një drejtim dhe janë falë nga Mesxhidil Aksaja, Jerusalemi i sotit, nga Mesxhidil Aksaja, të cilën ne sot nuk mund ta vizitojmë, e për atë pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka porosit në 3 xhamia shpejtoni të falni namaz. Në Mesxhidil Haram, Ka'ben, në Mesxhidil Nabi, do të thotë ku jemi tash të fal, në Mesxhidil Aksa. Në këtë dia alhamdulillah që tash me emrin me di kible. Se quhet tash xhamia me di kible, kjo është me rëndësi që ta dim. Quhet se në këtë xhami thuhet se pejgamberi alayhis salatu wassalam, një rivajet thotë se ka qenë vetë pejgamber. Me një rivajet quhet se janë fal ata një grup njerëz në këtë xhami. Dhe Allahu Gjelle Shanuhu e zbrit ajetin që musliman kur të falen të kthehen nga këbla. Dhe thot, qad nara taqallube wajhika fi s-samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ne të shohim. Ai thuatra. Rahmanir-Rahim. Axhillar të respektojnë. Ja është momenti dhe koha të vizitojmë vendin apo kodrën e Uhudit. Mushrikët pas humbjes së luftës së Bedrit u zotuan se do të sulmojnë pejgamberin dhe muslimanët për humbjen të cilën e patën në luftën e Bedrit. U përgatitën dhe karavanit të cilën e udhëhiqte Ebu Sufjani
Mushrikët mbasi humbën edhe krerët e tyre, kërkon nga Ebu Sufjani që mos e shpërndaj karavanin, pasurinë e karavanit, dhe atë pasurinë të pregatisën për sulm kundër muslimanëve, kundër Muhamedit s.a.s. dhe sahabëve dhe shokëve të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që i informut nga minxha i tij Abasi, i cili ishte në Mekë, se ato do të vinë ta sulmojnë Medinë. Për këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një kohë të shkurtë i grumbulloi muslimanët e Medinës, shokët e tij dhe morën qëndrim, patën dy mendime. Njëri mendim ishte, dhe ai ishte i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të ndalen në Medinë t'i presin mushrikët dhe kështu që t'u ndihmojnë edhe gratë edhe fëmijët në luftë kundër pabesimtarëve. Mirë po, të rit e Medinës i kërkuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të dalin këtu bashkë në kodrën e Uhudit dhe t'i presin mushrikët. Këtë mendim e pranoi edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dulën në këtë vend. U përgatitën dhe i vendoi shqiptarët bashkë në këtë kodrën këtu, të cilën komandanti i tyre ishte Abdullah ibn Xhubeiri. Ai i priti me shqiptarët në një anë, pjesën tjetër i priti pejgamberin. Në xhamin e quajtur Xhamia El Kuba, përndryshe ka marrë emrin për arsye se ky vend quhet Kuba. Ky vend është vendi i parë që është ndalë pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka bërë shpërnguljen prej Mekës në Medinë. Do të thonë, këtu është ndalë fillim pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo xhami nuk nga konstruksioni që e shihni është e re, do të thonë tash shpejt është ndërtuar, është rindërtuar. Por ka vlerë shumë të madhe për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë jetës së vete e ka vizituar shpesh, ka ardhur dhe ka falë nga 2 rekat namaz. Dhe thot, njeriu i cili thot e viziton thot këtë xhami dhe fal 2 rekat namaz nafile në të, thot ka se vapin sikur me bërë thot një umre çka do thot, të vish nga Gostivari dhe të vizitosh këtë vend. Qabën dhe xhamin e pejgamberit, as të ka se vapin të vjetë të njeriu këtu dhe të falë 2 rekat namaz. Prandaj, edhe na e bëjmë këtë vizitë. Nuk ka shumë të folet për këtë vend, për arsye se është vend i ri, por unë më lejoni që në emër të asaj shpërnguljes që bëri pejgamberi alayhi salatu wassalam prej Mekës në Medinë, unë të tregoj vetëm një ngjarje, një mrekulli që i ka ndodhur pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë shpërnguljes, ta bëj pak më atraktive momentin, ha? Kur ka nisë shpërnguljen pejgamberi nga Mekja për në Medinë, ka qenë me shokun e tij Ebu Bekrin. Asnjë tjetër nuk ishte. Dhe ato fillim kur filloi shpërnguljen vendosën në një shpellë të quajtur Tavr. Shpella është në veri të Medinës, do të thonë në anën tjetër të Mekës pak. Por kur vendosën këtu pa marrë, mos ju marr shumë kohë, nga lodhja e madhe pejgamberin alayhi salatu wassalam e ka plon gjumi. E se gjumi edhe atë thot në preherin e Ebu Bekrit. E ka plon gjumi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe pa pritmas Ebu Bekri fillon të qanë. Lotët e Ebu Bekrit i bien pejgamberit alayhi salatu wassalam në fytyrë. Edhe ti zgjohet. I thot, çka u botët? Se tut më lakë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ja Resulallah, thot, dërisa thot ti flenshë thot në preherin tim, thot, u shfaq thot një akrep. Edhe unë thot e hoqa thot një pjesë të kësaj mbulesës time, thot që kam dhe jazura thot atë gollën ati akrepit thot që delte. Kisha frikë thot mos kafshon thot, mos të këtës. Mirë të se dori thot në atë gropën qitër, në atë frimën qitër thot edhe atët e në bolla thot. Mirë po thot edhe thot në një situatë nuk kisha thot ma thot
ndesha, thot, edhe thot, u shfaq thot përsëri, thot, edhe unë thot e funa thot, këtë shkutën e kambës time, thot, aty. Edhe ai akrepi e kafshoj e Ebu Bekrin, dhe unë thot, duke dëshiruar të që të mos qesë zanë, thot, të zgjoj, thot. Vetëm thot, lotët e mi, thot, filluan thot, të pikojnë, thot, mbi fytyrën tënde. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam xhamatin nderuar thot, i thot Ebu Bekrit, thot, hiqe këmbën thot nga ajo vrima. Kur e hek këmbën thot, krejt gjak e ka pasur Ebu Bekri. Nga ajo kafshumja e atij akrepit. Në shua thot në dalë thot ai akrepi thot. Del akrepi vëllezër të nderuar dhe i drejtohet pejgamberit alayhis salatu wassalam, i thot kështu. Mrekullia ku është. Se do të kafshove thot shokun tim, i thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ja Resulullah thot, unë të kisha ndëgjuar thot për ti. Akrepi i thot kështu pejgamberit. Kisha ndëgjuar thot dhe e disha thot se ti thot do vish thot në këtë shpellë. Edhe kisha thot dëshirë të shikoja, ta shihsha fytyrën tënde. Mirë të thot ki shoku jo thot të blente. Unë thot shfaqesha thot paraqitesha të shikoj thot ti thot, po më dytë thot atë frimën, atë vendi thot kuisha. Edhe thot në fund thot e furi thot e lekon, atë nebre e kondës thot, unë thot nuk kisha luftarje. E kisha mendos thot të shikoja. Edhe thot e kafshova, e këca thot këtë. Atëherë pejgamberi alayhis salatu wassalam, vëllezër të nderuar, me pështimin e tij thot e lidh atë kafshuarën e këtij Ebu Bekri edhe i shëndosh. Si të qoftë është një mrekulli, por në këtë rrugë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka pasur disa ngjarje, disa mrekulli, të cilat realisht sot nuk duhet të i tregoj, për arsye se janë shumë të prekshme. Por mendoj se me këtë do jetë bollë edhe kjo. Kjo udhim që e bori pejgamberi alayhis salatu wassalam, me qëllim që të kuptojmë atë vuajtjen që ka përjetuar pejgamberi. Po duhet të them se këtu vendos për herë të parë kur erdhi nga ai vend. Edhe këtu vëllezër të nderuar, kjo është xhamia e parë që ndërtohet në emër të Islamit. Kjo është xhamia Kuba. Këtu A pengoja jo? Gjendemi në xhaminë ndërtuar në emër të ashabit të njohur pejgamberit alayhis salatu wassalam, apo ndryshe njihet edhe si muezini i parë i Muhamedit alayhis salatu wassalam, Hazreti Bilali. Por ndryshe me prejardhje nga Etiopia, ka qenë shumë i zi, ka qenë rob këtu në Mekke, nga shoku i ngushtë i pejgamberit Hazreti Ebu Bekri lirohet, blehet, edhe bëhet njeriu i pandar i pejgamberit vazhdimisht të jetën. Asnjëherë nuk jash ndar, për arsye se pejgamberi e emëron edhe si muezin të tij. Dhe ku a bërë me dijet gjithve se Islami nuk ka dalim race, Islami nuk ka dalim prejardhje, por gjithë janë të barabartë, përveç se në devotshmëri, do të thonë që ti jesh më i afërt te Zoti xhallahu, këto dallohen nga tjerë. Për nga konstruksioni, si që shihni vëllezër të nderuar, është xhami që nuk ka vlerë, është e pavlefshme, për arsye se është ndërtim i ri, por në emër të tij është ndërtuar dhe ja, si që shihni kati i parë është krejt një pazar, i cili pazar punon për mirëmbajtjen e xhamisë. Hazreti Bilali, për të folur për të, ka shumë, por më lejoni unë vetëm përmendi vetëm një rast që i ka ndodhur këtij, dhe disa Hafez Safeti një ditë e përmendi pak aty, ki kur vdes pejgamberi alayhis salatu wassalam, premton se nuk do ta thirrë ezanit. Asnjëherë, për arsye se nuk kish mundësi ta thirrë. Aq shumë u pikëllu me shkuarjen e pejgamberit nga kjo botë, ki u vetua se kuri nuk do ta thirrë ezanin. Mirë po, gjatë historisë, duke pasur parasysh thonjën e pejgamberit se duhet telni nga Medinja të përhapni Islamin, ki e pat një fat të tillë, mori rrugën e ushtrisë dhe nisi në përhapjen e Islamit, edhe me fuqi, por në të njëjtën kohë duke shërbyer edhe gojën e tij, për arsye se kishte do aftësi shumë të atilla që nuk i kishin të tjerët. Në momente kur muslimanët e shlirojnë Kudusin,
Kudusi Sharifin, Mesjidul Aksan, ashabët të cilët ishin shumë në numër, e lutën këtë Hazreti Bilalin ta thirr ezanin. Ki nuk pranoi vëllezër kundër. Mirë po ju vun të gjithë këto shokë të cilët ishin nga ky vend, të cilët kishin marrë atë rrugë të përhapjes së Islamit, ju vun shumë edhe ky vendosi që ta thirrë edhe një herë. Për arsye se bisedohet të thirrët ezanin nga Kudusi Sharifi apo nga Mesjidul Aksaja, një xhami që shumë e njohur në historinë e gjithë pejgamberëve deri në ardhin e Muhamedit alayhis salatu wasalam. Vendosi ta thirrë. Këto është shumë interesante se edhe ky vet, po edhe ashabët kur e dëgjonin ezanin e Bilalit, ato e dinin se e takonin pejgamberin alayhis salatu wasalam në xhami. Edhe ky kur hipi dhe e thirr, kish një zot të mrekullueshëm. E thirr ezanin të gjithë ashabët kur e dëgjojnë, të gjithë me vrap drejt xhamis. Krejt, jo se ndëgjojnë ezanin, po krejt qëllimi i tyre është ka ta shohën pejgamberin, se ishin mësuar me këtë ezan, e shikshin e takonin pejgamberin në xhami. Me vrap të gjithë, mirë po kur hirën brenda në xhami, nuk e gjetën pejgamberin. Imam prej kur nga kjo bot ke dal Bilali stërët e zan, prej kur nga kjo bot ke dal Bilali stërët e zan. Kur ngrihem të thras e zanin, madhen gjimi me kaplon, e gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin ma ngushton. E gjithë kjo bot pa Resulin, vetëm shpirtin ma ngushton. Haxhin nga Gostivari kanë vazhduar me plot vullnet të realizojnë vizitat në vendet e shenjta të Arabisë Saudite. Informacioni bëhet i ditur nga Hoxha Fet Beadini, udhëheqësi i haxhinëve, të cilët udhëtuan nëpërmjet agjencionit turistik Mekka dhe Medina Tours. Ai bën me dije se pas nisjes nga Gostivari, haxhinët kanë qëndruar një natë në Stamboll për të vazhduar më pastaj për në Jordan. Pas Jordanit të shtunën në mbrëmje, haxhinët kanë mbritur në Medinë, ku do të qëndrojnë 9 ditë. Në qytetin e Medinës së ndriçuar, janë bërë vizitat në xhamin e Profetit Muhammed, ku janë kryer falje dhe lutje në zonën e Raudas. Është kryer dhënia e selamit pranvarit të Muhamedit alayhis salam, Ebu Bekrit dhe Omerit. Vizita në varrezat e sahabëve. Është vizituar xhamia e Kubas, shoqëruar me faljen e 2 rekateve dhe lutjeve të ndryshme. Është vizituar zona e betejës së Uhudit, kompleksi i shtypshkronjës së Kuranit famlar dhe të tjera. Gjatë qëndrimit në Medinë, është dëshmuar edhe një herë vlera e madhe e besimit, harmonia e muslimanëve me njëri tjetrin dhe madhështia e mesazheve që frymëzon feja islame, që rrezatojnë paqe e mirësi për mbar botën, thon organizatorët e haxhit nga Mekka dhe Medina Tours. Agjencioni për haxh dhe umre Mekka Medina Gostivar informon të gjithë familjarët e haxhinëve që kanë udhëtuar në haxh me agjencionin ton se të gjithë haxhit janë mirë dhe shëndosh dhe janë duke përjetuar kënaqësinë më të madhe shpirtërore
duke falur namaz në xhaminë e Muhamedit alayhis salam në Medinë, në të cilën xhami ne do të falim 40 kohë të namazeve dhe vlera e çdo namazit sipas hadithit të pejgamberit alayhis salam e ka shpërblimin sa 1000 namaze. Ne me haxhilerët ditën e njëjtë arritëm në Istanbul, ku vizituam shumë xhami, siç janë xhamia e Sultan Ahmetit, xhaminë e Sultan Ejubit, Hagia Sofin, dhe pas shumë vizitave që i bën në Turqi, një natë që ndruam në Istanbul. Ditën e premte, pas namazit të xumas, nisëm për në Amman të Jordanit, të shtunën në mbrëmje arritëm në Medinë në qytetin e pejgamberit alayhis salam. Sot me haxhilerët filluan vizitat e para në Medinë, vizitat në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, ku pikë pari vizituam Raudan, që është një kopsh prej kopshëve të xhennetit, pastaj vizituam edhe varin e pejgamberit alayhis salam dhe dërguam salavat mbi pejgamberin alayhis salam në emrin tonë dhe në emrin e të gjithë atyre të cilët na porositën që t'i dërgojmë selam pejgamberit alayhis salam. Gjatë qëndrimit në Medinë do të vizitojmë edhe xhaminë e Hazreti Bilalit, xhaminë e Hazreti Omerit, xhaminë e Hazreti Aliut, Mesxhidul Gamame, Mesxhidul Quba, Mesxhidul Qibletain, do të vizitojmë edhe kodrinën e Uhudit dhe vendin e Hendekut. Pas Medinës haxhin do të nisen për në Mekë, edhe në këtë vend në një atmosferë të mrekullueshme vëllazërore, të pranishmit do të kenë mundësi të bëjnë tavafe të shumta përreth Ka'bës së madhlueshme, të shoqëruara me dhikre, lutje pafund, vizita të vendeve të shenjta dhe gjurmëve të profetëve të Allahut, për të cilat flitet edhe në Kur'anin famlar. Gjatë qëndrimit në Mekë dhe adhurimeve në haremin e shenjtë, grupi besimtarëve nga Gostivari do të ketë mundësi të vizitojnë nga afër edhe kompleksin e Haxhit, si zonën e Arafatit, kodrinën e tij, zonën e Musdelifes, malin Theur, atë të shpellës Hira dhe të tjera. يا رسول الله يا نبينا احتارك الله لتنسى حنان Oj dërguar, pejgamberi jon, ti të zgjodhi Zoti, këshilla me na i dhan. كنت معجز والنور للناس علمتنا حقيقة الإسلام القليل Ishe mrekulli, dritë për këtë njerëzit, Imam Mustafa drejt, Islamin e shtrejt. أنت يا محمد أنت يا قرتنا أنت علمتنا الله أكبر نحن أن نكون Ti o Muhammed, krenaria jon, ti më mësove Allahu Akbar na me thon. كنت معجز والنور للناس علمتنا حقيقة الإسلام القليل Ishe mrekulli, dritë për këtë njerëzit, Imam Mustafa drejt, Islamin e shtrejt. كنت محبوب جدا في جميع نواحي أبدا ما تيبته Haxhiler, unë kërkoj pak vëmendjen tuaj për arsye se do të flas në lidhje me rregullat të cilat kanë të bëjnë me veshjen e ihramit,
gjërat të cilat keni mundësi që të i përdorni, por në të njëjtën kohë të ndëgjoni edhe ndalesat të cilat vlejnë për njerëzit të cilët veshin ikram. Jemi para një udhëtimi shumë të rëndësishëm që ka mundësi të përjeton besimtari në jetën e kësaj bote. Shumë njerëz të nderuar haxhilerë bëjnë përpjekje tërë jetën që të vinë këtu, ta shijojnë këtë bukuri të Allahu xhallahu, të jenë pjesë e misafirëve të Allahu xhallahu, mirë pa askush nuk është i sigurt se do t'ja arrijë këtij qëllimi. Ja neve Zoti xhallahu si vjet na mundsoi të jemi pjesë e kësaj mëshire, vëllezër të nderuar. Kur jemi këtu, dua të them se për të marrë këtë udhëtim të nderuar haxhiler, duhet që njeriu të furnizohet me të mira materiale për të ardhur deri këtu. Por në të njëjtën kohë të ketë edhe mundësinë e tij fizike për të përballuar ato pengesat të cilat apo lodhje të cilat haxhiu do t'i përjeton gjatë qëndrimit të tij këtu në këto vende të shenjta. Por furnizimi më i mirë dhe më i madh, ajo çka më tepër i duhet haxhiut, nuk është e mira materiale, vëllezër. Nuk është shumë edhe ajo e fizikës që na i japim shumë rëndësi, megjithëse duhen, por furnizimi më i mirë thot Allahu xhallahu është cila thot friga, respekti ndaj Zotit xhallahu. Për të përjetuar më mirë haxhin, për të përjetuar këtë bukuri të cilën Zoti xhallahu na e ka dhënë nave, të cilën na e kemi sot apo e përjetojmë në një farë mënyre, për ta shijuar më mirë, domethënë duhet që na të furnizohemi më tepër me çka? Me frikën ndaj Allahut xhallahu. Këtë gjëra duhet të i lëm anash se asgjë nuk ka vlerë sot përveç kësaj, vëllezër të nderuar. Amrun azim wa kullu amrin hammana yahunu bismika ya azim. Anta al-qadim fi al-azal, anta al-latif lam tazal. Anta al-qadim fi al-azal, أنت اللطيف لم تزل. عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد. عنا أزل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهن باسمك يا عظيم. يا ربنا يا رحمن أبدل خوفنا بالأمان. يا ربنا يا رحمن أبدل خوفنا بالأمان. واختم لنا بالإيمان وبالحسنى يا كريم. واختم لنا بالإيمان وبالحسنى يا كريم. قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا أمر عظيم وكل أمر همنا يهن باسمك يا عظيم. الله جل جلاله كل شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
Smettete, shko me të hoqës, hajde. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allah, Allah, Allahu ya Allah, 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 Allahu ya Allah. Ben goje flas zemër ndiun, s'ka zot na shumë, është veç Allahu, s'ka zot na shumë, është veç Allahu, s'ka zot na shumë, është veç Allahu. Botan benten ter pa të kujna drit, pa të pejgamberit Muhammedit, pa të Muhammedit pejgamberit, pa të Muhammedit pejgamberit. Allahumma salli alayhi salam, Allahumma salli alayhi salam. S'dom pun që nis me bismillah, thuaj gjithë një thuaj Allahu Allah, thuaj gjithë një thuaj Allah ya Allah, thuaj gjithë një thuaj Allahu Allah. Allahu Allah, Allah, Allahu Allah. Allahu ya Allah. Hajde, bismillahi, Allahu Ekber. Bismillahi, Allahu Ekber. Haqim ma këndeje, ma këndeje. Jashtë taksal. Lavbe. Në kareme. Lishoa, një nësë është lishoa. Që janë këta dhijem me qanë talkra, si ti kanë me latu i kja.
me lot modhje, me lot zimi, për vend shajt po një sultimi. Me I përcjell gjithë pas kanë dal, po thojnë dje me u dhe mar, t'lutem la mos me maru, bandu Allah edhe për mu. A kam I mero Allah, edhe unë qabem me ba, që janë këta dhjem me qantalkra, si ti kanë me latu I kja, me lot modhje, me lot zimi, për vend shajt po një sultimi. Me I përcjell gjithë يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. Grateful today for difference and change, for all colors and shades, 'cause you made it this way. وهبتنا النبراس في حب كل الناس، أغدق لنا إحساس أنت هادينا. يا الله يا رحمن حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. يا الله يا منان حقق أمانينا وفقنا في كل آن فيما سعينا. Gjithë haxhin që kanë udhëtuar nëpërmjet agjencionit Mekka Medina janë shëndoshë mirë. Informacioni bëhet I ditur nga Afet Beadini, njëri nga udhëhecit e haxhinëve, në një linjë telefonike për TV Globi. Ai bën të ditur se haxhinët pas 9 ditësh qëndrimi në Medinë dhe kryerjen e 40 namazeve në xhaminë e Profetit Muhammed, janë nisur për në Mekë për kryer një nga farzët e Zotit Haxhin, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit islam. Agjensioni Mekka Medina Gostivar informon të gjithë familjarët e haxhilerëve që kanë udhëtuar me agjensionin ton se të gjithë haxhit janë mirë dhe shëndosh dhe se mbrëm arritëm në Mekën e nderuar. Pas qëndrimit 9 ditë në Medinë dhe pas kryerjes së faljes së namazeve, 4 rekove të namazeve në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, u nisëm për në Mekë. Kur u nisëm prej Medinës për në Mekë, u ndalëm në Mikati në vendin Dhul Hulejfe, ku bëhet edhe niyeti I haxhit dhe pastaj u nisëm për në Mekë. Pas bërjes së niyetit në Mikatin Dhul Hulejfe u nisëm për në Mekë për të kryer njëri nga farzët e Allahu xhaleshanu haxhin, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit islam. Për 14 shekuj muslimanët mlidhen në Mekë duke ndjekur shembullin e Muhamedit alayhis salam dhe duke rikujtuar historinë e pejgamberëve Ibrahimit alayhis salam dhe birit të tij Ismailit alayhis salam. Ka'bja është vendi që tërheq zemrat e të gjithë muslimanëve kudo që jetojnë në botë. Beadini informon gjithashtu se haxhinët me vetdije të lartë kanë bërë tavafin e umrës, ashtu siç e bën atë edhe Musai, Yunusi, Isai, Muhamedi në shenjë për kujtimit të Ibrahimit alayhis salam, I cili e ndërtoi Qaben dhe e ftoi për vizitën e saj. Pas tavafit, besimtarët gostivarës janë freskuar me ujë zemzemi, kanë realizuar ecjen e shpejtë në mes Safas dhe Merves. Me këto ibadete, arrihet kënaqësia e Allahut, falje të gjitha mëkateve, shpërblimi I madh për faljen e namazit në Qabe, që llogaritet se 100.000 namaze në vend të xhami tjera, pastaj shpërblimi për tavafin, sajin dhe të tjera, që nuk mund të arrihen përveç se në këto vende. Pas kryerjes këtyre ritualeve, besimtarët do të qëndrojnë në Mekë deri ditën e Arafatit, I informon nga Arabia Afet Beadini, udhëheqësi I besimtarëve të Gostivarit, që si vjet realizuan udhëtimin për të vend dëshimta nëpërmjet agjencionit Mekka Medina. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا
فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من Arafat për me baduam Falënderoj Zotin për atë që na dha Kodra Safa Merva Ty vraj pu kam qam Kujtova Hajeren Dbirin si ela Kujtova Hajeren Dbirin si ela Kur shkova t'jem Zemzemin shijovam Së mun jetë zemrës Me atë u i shërova Kur shkova t'jem السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم For a day when there'll be no more misery, when there's no more hunger, no need for shelter. Isn't there enough to share, or is it that we just don't care? We're here for a day or two. Let me show my way. Salamu alayk, salamu alayk, salamu alaykum. سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم سلام عليك سلام عليك سلام عليكم I pray for a day when there'll be justice and unity. When we put aside our differences, fighting makes no sense. Just a little faith to make it a better place. We're here for a day or two.
let me show my way. Salamu alaikum, salamu